Unë kam 2 fëmijë në shkollë, njëri është në 9 vjeçare dhe djali është në 9 vjeçare, vajzën e kam në fillore, që më bën që të jem i ndarë në 2 grupe në një shkollë që është me 2 turne. Djalin më duhet ta çoj në mëngjes në shkollë, ndërsa vajzën duhet ta çoj pasdite. Domethënë, logjistika e një prindi si unë është 3 herë në ditë duhet të merremi me duke naviguar shkollë. Pra, dërgon njëherë djalin, pastaj vajza duhet dërguar në orën 12. Ku qëndron vajza juaj gjatë kësaj kohe? Vajzën normalisht e marr në punë paradite. Po. Fëmijët brenda këtij orari kanë të pamundur të ndërtojnë komunitet brenda klasave të tyre, pra e kanë të pamundur të njihen dhe të kuptojnë le të themi dhe të bëjnë një interaktivitet midis njëri tjetrit dhe përpasoj të rriten shëndetërisht edhe emocionalisht më mirë. Për një fëmijë nuk është vetëm e shëndetshme të marrë 4 orë të mësimit të 4 lëndëve, po do duhet të zhvilloj aspektet e fizike, cilat mund të jenë oraret e sporteve, aspektet kulturore që mund të jenë le të themi pikturë, art.